Në prag të natës së ndërimit të viteve, ashtu si vitin e kaluar edhe këtë vit, shoqata Mati, e cila operon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka menduar të kontribuojë në ndarjen e 200 pakove ushqimore për familjet në nevojë. Ky është viti i dytë radhazi që kjo shoqatë, me anëtarët e saj që jetojnë e punojnë në SBA, të kontribuojë në vendlindje, duke u ardhur në ndihmë familjeve në nevojë. Në krye të kësaj nisme qëndron kryesia e shoqatës Mati, e përbërë nga Mentor Mata, Njeza Shema Julibaku, Doralda Qira, si dhe Hysen Laveshi, i cili mundësoi edhe dy fishimin e donacionit këtë vit. Të gjithë këta matianë rezident në SBA kanë punuar me përkushtim për të siguruar dhe shpërndarë ndihmën në mënyrë të drejtë dhe transparente. 100 pako u dhuruan për familjet në nevojë në Bashkinë e Matit dhe 100 të tjera në Bashkinë e Klosit, të koordinuara me hallkat e shërbimit social në të dy bashkitë. Përfituesit e donacionit falenderuan shoqatën Mati në Amerikë dhe gjithë donatorët që mundësuan pakot ushqimore. Falenderoj shoqatën Mati për ndihmën ushqimore gëzuar. E falenderoj Zotit e atine bëmirësave të shoqatës Matit e të gjithë. E gëzuar e një vit i marë për gjithë. Për ata që kanë dhënë kontributet. Shumë faleminderit për kësaj shoqate që nuk ka gjetë në ditën e ndërimit viteve. Shoqata Mati shpreh mirënjohje të veçantë për të gjithë donatorët dhe bashkëpunëtorët, duke theksuar se solidariteti dhe humanizmi janë vlera që e mbajnë gjallë këtë nismë vit pas viti. Ky gest human është një mesazh i fortë se edhe në kohë të vështira, bashkimi dhe ndihma ndaj njëri tjetrit sjellin shpresë dhe ngrohtësi për shumë familje në prag të natës së ndërimit të viteve.